Atëherë, përshëndetje miq të kanalit tonë Bletaria Shqip. Sot po nisim një udhëtim të veçantë në lidhje me botën e bletave. Para juve do t'u prezantojmë një lloj dokumentari, kisha me thonë, që ka të bëje me botën e bletës, edhe atë jo për një ditë, jo për një minutë, po për 365 ditë. Do të kemi mundësi brenda 365 ditëve ne të ndjekim një koloni të përzgjedhur dhe gjitha organizimin që e bën brenda bleta, gjitha surprizat që ka me i paraqiten brenda kosherës, këtë keni mundësi ta ndjekni një dhe të vetmin dokumentar i cili po realizohet në këtë formë, që deri më tani nuk është realizuar as nga të huajt, por as nga shqiptarët. Ne do t'ua sjellim me anë të xhirimeve, me anë të surprizave që kanë me qenë brenda kosherës për 365 ditë. Ta ndjekni jetën e një kolonie se çfarë organizimi kanë brenda kosherës ata. Atëherë pajtim normalisht që do të fillojmë që nga fillimi, sot është data 15 mars, sot do të fillojmë dhe brenda cëlla një viti do të përfundojmë me 15 mars të vitit 2027, do të përfundojmë komplet ciklin e dokumentarit. Normal, duke filluar nga fillimi, se si kanë hi në periudha me njëherë pas dimrit, si është kolonia, sa rrugë mirë do të ketë, për këta ndoshta pajtimi ka mundësi me na folë edhe pak më lëndësisht. Po, Hali, kjo është shumë e saktë që thove, se kemi vendosur të bëjmë një video të veçantë për çdo bletar, por edhe për atë që nuk është bletar. Sepse do ta kuptoj si funksionon bota e një blete gjatë gjithë vitit, cilat janë sfidat e bletës, çdo periudhë, çdo muaj dhe çka mund ndodhe me atë koshere. Ne kemi zgjedhur pikërisht muajin mars, për arsye se në muajin mars bleta vetëse llogaritet që e ka kalu dimrin me sukses. Dhe nga ky muaj ne do t'i përfshim gjithë etapat. Çdo kontroll do të incizohet, çdo intervenim do të incizohet, qoftë edhe dështim i kolonie, sepse në bletari, për ato që nuk janë bletar, ju tregojmë se shpeshherë familjet e bletëve dështojnë, për arsye të ndryshme që mund të na ndodhin gjatë gjithë vitit. Po fillojmë me muajin mars dhe të takohemi, siç tha dhe Alili, në marsin e vitit 2027. Të jemi gjallësh nash. Inshallah, me lejen e Allahut. Pastaj tjetër që mund të cekim në këtë video dhe që ja vlen të qëndroni deri në fund është se ju do të mësoni shumë sende të reja që do të shihni në këtë video. Do të shohim fillimisht gjendjen e sotshme, do të shohim kontrollin pas ditre jave, do të shohim vjelën e mjaltit, do të shohim si kanë qenë kullosat, shpresojmë që të kemi mjalt dhe që të keni mundësi edhe ju të shihni se sa ka grumbulluar një koloni në bazë të gjendjes që e kontrollojmë. Do të shohim trajtimet, do të shohim smundjet, do të shohim përgatitjen për dimrim, do ta kemi edhe sfidën e dimrit dhe do të vim pikërisht në 15 marsin e vitit tjetër. Patjetër që kemi me pasën shumë surpriza, kemi pasën shumë të papritura, ndoshta edhe dëshprime, ndoshta edhe gëzime, ndoshta lloj situatash brenda një kolonie, por ju do të keni mundësi që ta shihni komplet botën e një blete brenda 365 ditëve, se si ajo funksionon. Ashtu. Por çdo kontroll do të jepen detale, intervenimet e duhura, kështu që ju lozë dhe të keni dorim ta ndiqni deri në fund këtë dokumentar. Dokumentar për arsye se këtu kemi një zhvillim, domethënë komplet të prej fillimit deri në fund. Patjetër. Halil, pa humbur kohë, futemi në koshere duke shpjeguar çdo detaj, qoftë edhe të përsëritura për arsye se këtë video mund ta shohë dikush që nuk është bletar. Patjetër që po. Dokumentari dhe sfida fillon që nga sot. Nga sot fillon
neve do ta përgjedhim një familje dhe hap pas hapi do të keni mundësi ta shihni se si zhvillohet ajo Po. deri në fund. Atëherë fillojmë me pjesën e prezantimit praktik. Të nderuar shikues, për këtë dokumentar kemi zgjedhur koloninë me numër 5 dhe startojmë. Si fillim informacion bazik për gjithë ato, kjo është kapaku që e mbulon kosherën. Largojmë kapakun. Kjo llogaritet si lloj tavani. Kjo është pjesa e arkës ku qëndrojnë kornizat, do të shohim tash, kurse në fund është dyshemeja. Më thonë dyshemeja ndahet nga arka, po ashtu edhe tavani ndahet nga arka. Ne bismillah shohim gjendjen e kolonijës. Kolonia për këtë datë që jemi duket e bukur dhe perfekt. Thamë se këtë video mund të ndjekë edhe dikush që nuk është bletar, duhet që t'rregojmë se për të punuar të bletët duhet ta kemi një timse. Kjo është timsja, e cila, domethënë, qetëson bletët, në fakt i nxit për të kushqimi, sepse kjo shërben si lloj alarmi për zjarr. Bletët turren për t'i mbush barkët e tyre me ushqim, rritet pesha e tyre dhe kjo llogaritet si lloj qetësimi në bletari. Epse në fakt një është alarm. Kjo pjesa që po largojnë është propolis, të cilat e krijojnë bletët për dezinfektim të kosherës, mbrojtje nga bakteri dhe shumë dobi tjera tek njeriu. Çdo herë bletari fillon kontrollin e tij me një kornizë, zakonisht të parën ose të ditën. Në rastin tonë do të fillojë me kornizën numër 2. Nëse numërojmë nga lindja. Halil, shkurt, kjo është një vegël që përdoret në bletari, quhet thika ose leva e bletarisë, e cila shërben për tërheqjen e kornizave, largimin e tyre dhe shumë funksione tjera që do të shohim gjatë këtij dokumentari. Korniza e ditë, Halil, do të filloj me një lloj shpjegimi për bletarët e ri ose qoftë kushdo qoftë që sheh këtë video. Kjo pjesa këtu është nektari i mbyllur, që po e hapi. Kjo është nektari i hapur dhe ende nuk llogaritet mjalt, por llogaritet nektar. Këtu kemi polen. Kjo kornizë me polen, poleni është proteina kryesore ose ushqimi kryesor për të vegjëlit e bletës. Për të rritë të vegjëlit kolonia, i duhet polen të cilët e merr nga lulet. Pastaj vazhdojmë tjetër, çka do të shohim, do ta themi dhe do ta komentojmë. Kjo pjesa këtu që duket e mbyllur, këto janë bletë punëtore që do të lindin, domethënë bletë femrore, sepse kemi edhe meshkuj, që nuk mund t'i themi bletë, por llogaritën dron ose trud. Ja një bletë këtu ku pe ushqen një lardh, shife ku ka futur në qeli. Kjo është diçka perfekt, ja dol. Kjo bletë është fut me kokë thellë sepse po ushqente një vezë të re. Kjo pjesa që janë të zbuluara këto vrimat, këto janë gjithë larva ose vezë të reja, kur veza i ban 2-3 ditë, atëherë quhet lardhë. Kjo është njëra pjesë e kornizës dhe kthejmë nga ana tjetër. Halil, më përmirëso nëse harroj diçka. Gjendja e njëjtë është edhe ana tjetër. Polen për rreth pjelljes, sepse i duhet për t'i ushqy larvat ose të vegjëlit e bletave, dhe pjesa e mjaltit, tu kemi pjesën e nektarit. Ja shohim lloj-lloj të ngjyrave të polenit, që është një mozaik, e që është shumë i rëndësishëm për ushqimin e bletëve, nga se njësoj siç njeriu ha ushqime të ndryshme, po ashtu edhe këtu ka polen nga bimë të ndryshme që ndihmojnë në zhvillimin e kolonisë më të fuqishme. Perfekt. Halil, kjo llogaritet një kornizë perfekte. Atëherë edhe shpjegimi i mbajtjes së kornizës duhet ta shpjegojmë, për shkak se neve kemi shpjeguar edhe në epizoda tjera, mirë, po për ata që e shohin si dokumentar, duhet t'i tregojmë se si mbahet një kornizë. Zakonisht kapet me gishtin tregues në këtë pjesë dhe me gishtin e madh. Ja, kështu, për arsye që të kemi mundësi të rrotullojmë. Shife?
Më thonë, kjo është një lloj kontrolli për t'i pa larvat ose vezë. Zakonisht bletari e kthen kornizën nga dielli që të depërtoj drita dhe ne mund të shohim nëse kemi larva ose vezë të reja të mbretreshës. Shpresojmë që ta shohim edhe mbretreshën, pasi kjo pjesë e dokumentarit dhe ky kontroll do të jetë më i gjatë sepse do të ecim kornizë pas kornize. Gjendja në bletari për momentin e kësaj kornize llogaritet në mënyrë perfekte. Kemi gjithë parametrat: pjell, polen, nektar dhe mjaltë. Alin, mendoj që ishin disa informacione shumë të rëndësishme për gjithë ato që dëshirojnë të merren me bletë, po ashtu edhe për ata që janë kurioz të ndinë mbi bletën. Faktikisht kornizën e parë e largojmë, Po, largojmë anash, që të krijojmë hapësirë. hapësirë, nuk futet, nuk kthehet përsëri në koshere, sepse na pengon. Mashallah, Por mashallah është kolonia e fuqishme. Po, Edhe krijojmë hapësirë tash për kontrollin e japim një kontroll të kornizave shpejtë tjera. edhe kornizës të skajit, që zakonisht e skajit qëndron gjithmonë me ushqime, sidomos tash që jemi në periudhën e marsit. Kjo anë ka polen, Halil. Mendoj që Po, ta kthejmë anën tjetër dhe shifat se mashallah, ka polen. Edhe kjo polen, pjesë ka polen. nektar, të ri, mjaltë, i vjetër që nuk e kanë zhvullos ende. Perfekt. Shohmi kornizën e tretë me radhë me shumë kujdes para se nxirret korniza. Halil, nëse mundesh me kap çdo herë më tërheqja dhe domethënë ndarja korniza nga korniza tjetër. Pastaj përmes levës ose përmes gishtave ne e tërheqim kornizën. Kjo kornizë është perfekt, është me pjellje, polen dhe nektar, po. Kemi edhe larva në mes. Ja, në qoftë se ka mundësi, Do ta kapim pastaj ndonjë pjesë dhe ndonjë. Perfekt. Ta shohim anën tjetër. Dhe ana tjetër është në mënyrë perfekte, njëjtë. Kornizë ngjashme, e kthejmë brenda, diçka që për të sqaruar skemi. Sqaruam cila është bleta. Por shkak se jemi në periudhën e marsit, për momentin nuk kemi meshkuj, sepse vetëm se kanë fillu, domethënë tash fillon periudha e krijimit të meshkujve, të cilët shërbejnë për fekondim të mbretreshës. Ato kanë vetëm atë punë. Sa për sqarim, këtu në mes që janë këto vrimat, kjo është gjenerata që ka kalu para kësaj. Kanë qenë të zëna, mbretresha ka fillu me pjellje, këto tash janë liru dhe janë të mbushura me pjellje të re. Anis, Halil, thuaj se gjithë, domethënë këto korniza janë të ngjashme, kthejmë edhe anën tjetër, ja pjellja perfekte. mashallah. Ja, Kjo në bletari njihet pjellje gurabi, unë i them, për arsye se duket si një biskot. Shife, këto vrimat janë me nektar dhe janë një mashkull. Halil, nëse mundesh me kap këtë pjesën, kjo këtu, domethënë kjo qelia e mbyllur ose pjellja e mbyllur është mashkullore. Ja, do ta kthejmë në dritë dhe mundesh me kap prej në distancë pak më të largu. Ja. Pra dallohet, kjo që është e rrafsht lindin bletë punëtore themrore. Kurse nga kjo këtu lind një mashkull, i cili ka vetëm një detyrë, të piqet dhe të shumoj mbretëreshët në kohën e shumimit, që cilën do ta cekim gjatë dokumentarit. Por atë edhe më herë tham se ja vlen të qëndroni deri në fund të këtij dokumentari. Halil, këto mund të shohim mbretëreshën, një sqarim i shkurt, mbretëresha mund të jetë me ngjyrë dhe pa ngjyrë. Kur shënohet, si e shënojmë, do ta kemi edhe këtë sfidë gjatë dokumentarit. Kështu që vazhdojmë me kornizën e pesë në radhë. Dhe pjellje më e zgjeruar. Shife, thuaj se 70% e kornizës është e mbushur me pjellë. Ato si po i shihni si Të bardha. të bardha, Ja ta kthej në diell. po, Afro pak. ja. Si të bardha, Brenda. to janë pjellë brenda, të cilët ende nuk janë vulos, faktikisht, nuk janë mbuluar. Ja pra. Pjella
ende e Brenda qelive 6 këndore. Po. Këto janë larva. Në bletari që janë larva. Alil, tash më dojtë që jemi... Vazhdojmë kornizën e 5 me radhë, përdorim pak këtim. të 6-ën, Po të 6-ën, të 5-ën veç se e kontrollu. kontrollu me 5 të mbaroj. Vazhdojmë, zakonisht në muajin mars bëhet kontrolli i detajuar i kolonisë. Sa për informacion, kjo koloni ka mbretëresh të krijuar vetë nga viti i kaluar. Më thonë ka pas qibuk, amzor, ose qelia të mbretëreshës, si do në quheni, kemi disa variante ose disa terma varësisht nga zona ku janë bletarët, quhen qibuqe ose amzor. Perfekt, mashallah, mashallah. Dhe ja këtu kemi edhe një qili mashkullore. Mbretëreshën, nëse më kujtohet, në gusht e kam shënuar me ngjyrë të gjelbërt. Shënimi i mbretëreshave shërben për identifikim më të shpejtë, pasi jo let dallohet nga bletët. Zakonisht mbretëresha gjendet ku ka pjellë dhe vezë të reja, do shifat se ka pjellë dhe vezë të reja. Palilë nuk po e shoh mbretëreshën, duken janë të qeta, duhet të jetë në këtë kornizë ose në kornizën e radhës. Ja, si që dhe thash se duhet të jetë në këtë kornizë. Shifeni një proces i jashtëzakonshëm. Ja, edhe mbretëresha. Me bletët e saj shoqëruese, nxjerrin pak në diell. Ja, Diçka po komunikojnë nëse mbretëresha ka nevojë për ushqim ose diçka tjetër. Është një mrekulli shumë e veçantë se mbretëresha çdo herë është e shoqëruar nga bletët shoqëruese, të cilat pastrojnë qelien, shohin nëse mbretëresha ka nevojë për ushqim dhe kështu me radhë. Mund ta përcjellim për 1 minutë se çka ndodh me mbretëreshën. Si duket po kërkon për qeli të lirë. Zakonisht mbretëresha nuk e don diellin dhe ik dhe fshehet në për hije. Shifeni se çfarë mrekullie e vërtet. Mashallah. Mbretëresha po kërkon qeli të lirë, mos vallë mund ta kapin ndonjë moment kur ali kapi këtë bletën me polen këtu. Ja. Ja për të kuqet. ja poleni. Nuk kam bëte bletës punëtore. Polen i kuq. Ja zakonisht një mirë. Dhe nuk tenton ta fus në qeli. Për të mbretëreshën që është, mbretëresha po kërkon qeli të lirë. Alil mendoj që që ta kapim, mos ta shqetësojmë, sepse do ta kemi edhe në vazhdim të dokumentit. Rregull, vazhdojmë. Po e fusim me shumë kujdes. Kjo është ajo që udhëheq me një ushtri 60.000 deri në maksimumin që mund të shkojë deri në 80.000 blet punëtore. Inshallah. Mashallah, koloni është mashallah, shpresojmë që mos kemi ndonjë dështim dhe të marrim shumë mjalë nga kjo koloni. Është me peshë, duket se kjo është përplot me polen. Me polen, mjalë dhe ushqim për gjithë kolonien. Vazhdojmë edhe kornizën tjetër. Më falni, pjesën tjetër. Jam mjalti i vjetruar këtu. Mjalti i pa zhvullosur nga viti i kaluar. Këtu e kanë mjaltin si rezervë dhe e kanë ruajtur deri në këtë çaste për raste urgjente. Mirë, po vetëm se ka filluar tash edhe nga pak të ketë nektar, nga disa bim, që dalin në pranverën e hershme dhe të sjellin nga pak nektar në koloninë e tyre. Korniza e radhës po ashtu ka ushqim. Ja. Mjalti i vulosur nga viti i kaluar. Rezervat dimrore që i kemi krijuar në muajin shtator. Ja, rezervat mund të shihni edhe ju që ende kanë
që nga viti i kaluar. Dhe korniza e 10 dhe jemi tërësisht në fund të kontrollit dhe të pjesës së parë të dokumentarit. Edhe kjo është një rezervë nga dimri dhe kolonia përfundon, kontrolli përfundon me kaq. Kjo llogaritet një koloni e fuqishme për sezonin që jemi, siç po e shihni edhe vetë. Një trik për bletarët e ri ose për gjithë ata që ne mos t'i kalojmë kornizat një nga një, fusim levën tek korniza e parafundit dhe mund t'i tërheqim gjithë kornizat njerësh. Ja. Kthejmë kornizën që ishte në vendin e saj. Të nderuar shikues, sa i përket pjesës së parë të dokumentarit, duke u llogarit kontrollin e parë, me kaq që përfundojmë, temperatura sot ka qenë 15 gradë. Dhe pas çdo kontrolli, të nderuar vletar dhe shikues, bletari ka obligim që të marrë evidencë për kontrollin e fundit që ka bën. Quhet ditari i bletarit. Bletari është i obliguar të shënoj çdo gjë që ka pa në koshere. Në rastin tonë do të shënojmë mbretëresha u pa, ishte cilësore, pjella ishte perfekte, pas një defekt, kishte polen, kishte mjalt, kishte 7 korniza me pjellje, jo të plota, kuptohet, dhe zhvillimi i shoqërisë ishte i fuqishëm. Për periudhën që jemi këtu, llogaritet një koloni e fuqishme. Shihemi në kontrollin e radhës, që do të jetë pas 2 apo 3 javësh, varësisht nga moti.